Ne jemi në një situatë ku çështja e presidentit kërkon dakordim në mes të partive politike. Problemi sot politik në Kosovë është mungesa e vullnetit politik për ta zgjedhur presidentin. Pikërisht çështja e presidentit ka çuar vendin në zgjedhje të 7 qershorit. Prandaj nuk ka kuptim konstituimi i kuvendit pa një dakordim për presidentin, sepse konstituimi eventual i kuvendit sot pa një marrëveshje për presidentin është përgatitje ose parapërgatitje për zgjedhjet e ardhshme. Ai është shumë e rëndësishme që këto orë që kanë mbetur partitë politike të dakordohen që t'i japin vendit të institucione, po paraprakisht të dakordohen për çështjen e presidentit. Ka komunikim të vazhdueshëm të zotit Kuti me zotin Abdi Gjiku. Nuk e di a do të ketë takim, por ajo çfarë është e rëndësishme është që të kemi dakordim për presidentin. Nuk kemi pse të humbim kohë. Kjo çështja e krizës politike edhe e presidentit në Kosovë është e rruar për nga diskutimi. Domethënë, pothuajse prej shkurtit të këtij viti ne vetëm këtë temë kemi. Dhe është kryefjala e stabilitetit institucional. Domethënë, ata që sot flasin për konstituim të kuvendit pa dakordim për presidentin, në fakt janë duke injoruar problemin kryesor, që është mungesa e vullnetit ose dakordimit për çështjen e presidentit. Edhe kushtetuta, por edhe qëndrimet e partive politike duhet jenë në funksion të krijimit të gjitha institucioneve. Nuk mund të trajtohet kjo rrethon si një sekuencë e ndarë për një procesi më të gjerë që nuk kupton konstituimin e kuvendit, zgjedhjen e qeverisë e zgjedhjen e presidentit të Republikës. Edhe kushtetuta e ka këtë funksion për të dhënë vendit institucione, jo për të pamundsuar institucionet, jo për të penguar procesin e krijimit të institucioneve. Ata që rrokën në nenët të caktuara të kushtetutës për ta arsyetuar pozicionin e tyre barikadues kundër procesit të zgjedhjes së presidentit të Republikës së Kosovës, janë duke justifikuar krizën. Kosova nuk ka nevojë për justifikime të reja të krizës politike, ka nevojë për zgjidhje. Secila parti politike parlamentare, pavarësisht rezultatit, ka përgjegjësi për t'i dhënë vendit president. Ne vërtet kemi votat për ta konstituuar kuvendin dhe për ta zgjedhur qeverinë, por nuk i kemi votat e mjaftueshme për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Dhe çështja e presidentit të Republikës nuk është çështje e pozitës apo e mazhorancës, e që e shfaqson opozitën. Domthonë, secila parti politike duhet të kontribuojnë në këtë drejtim. Prandaj lusim, e ftojmë edhe PDK-n, edhe zotin Hamza, edhe zotin Gjini, që të përgjigjen ftesave të kryeministit Kuti për takime për sa i përket çështjes së presidentit. Ndërkohë që e ftojmë PDK-n që sa më parë të qartësoj pozicionin dhe të dakordohemi për të ecur përpara dhe të zgjedhim presidentin e Republikës dhe pastaj të konsolidojmë komplet institucionet dhe të kemi stabilitet institucional. Sepse ky qëndrimi i PDK-s, se ne do të mbesim në opozitë dhe duke i urojmë suksese vendosim me parti tjera, për presidentin është qëndrim absurd. Është vetë përjashtim nga përgjegjësia publike, kushtetuese, politike, pa edhe para qytetarëve, për të luajtur rolin që të takon, për aq sa ke fuqi politike. Presidenti nuk është i vetëvendosjes, ai është i Republikës.